الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhëruar dhe bim salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj fillojmë dersën e parë, ligjëratën e parë të sharhit komentimit të aqides at-Tahawiyya prej Ibn Abil Izz al-Hanafi, ku thot: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. Themi në njëshmërinë të madhe të Allah, në tauhidin e Allahut, të bindur në të çka jena thellë të bindur me shpirt, ata që e them, me ndihmën dhe lehtësimin e të madhe të Allah, se Allah është një, nuk ka shërik, nuk ka shoq, nuk ka rival, nuk ka zot tjetër pas të madhit Allah te bareke wa taala. Tauhidi, njëshmëria në Allahun e madhruar, është thirrja e parë e pejgamberëve të Allahut. Awwalu da'wati ar-rusul. Daveti i parë që kanë bërë pejgamberët e të madhët Allah Azza wa Jall është në tauhid, me besu e Zotin ja, Tabaraka wa Ta'ala. Wa awwalu manazil at-tariq, dhe është pika fillestare e rrugës gjatë njeriut që kërkohet prej tina që në këtë dynjë, sa tjetë këtë dynja. Sepse njeri ka dhe çështje tjera që kërkohen prej ti, por s'kryen punë asnjë, nëse nuk e ka tauhidin, njëshmërinë në të madhin Allah. Tha ndryshe, nuk kem çka flasëm për mirësjellje dhe karakter, dhe për pjesë të adhurimeve të ibadeteve si për namaze, për zeqat, e kurorëzimesh të blerje, tregtije të tjerë, përsa për këtë rregullave, dispozitave të shariatit, pa fol për tauhid, pa pas këtë çështje të besimit, këtë bazë të besimit, çdo njeri në shpirtin e vet. Ka thënë Allahu i madhruar: ما سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Ne kemi dërguar Nuhin alayhi salam te populli i tij. E Nuhi u tha popullit të vet: adhuroni Zot, ma lakum min ilahin ghayru, nuk keni ju zot tjetër përpas tij. Dhe në surën që lexuam më herët namaz, prej fillimi deri në fund, ishte metodologjia se si ka përdorur Nuh alayhi salam davetin e tij për të thirrur popullin e tij me adhuruar Allahun ja. Dhe ka thënë Allah për Hudin alayhi salam: ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Se Hudi ka thënë popullit vet: adhurojeni Zotin ja, nuk keni zot tjetër përpas tina. Dhe ka thënë Allahu për Salihin alayhi salam, se ka thënë popullit vet: ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, njëjtë, adhurojeni Zotin, nuk keni tjetër pas tina. Dhe ka thënë Allahu për Shuaibin alayhi salam, se ka thënë popullit vet: ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, adhurojeni Zotin ja, se nuk keni zot tjetër.
Dhe ka thënë Allahu laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar të çdo popull pejgamber, të çdo popull pejgamber, që misioni i tyre, daveti i tyre, mesazhi i tyre ka qenë adhurojeni Zotin një, nuk keni zot tjetër pas tij. Dhe ka thënë Allahu azza wa jall: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dhe nuk kemi dërguar para teje Muhammed alayhi salam asnjë të dërguar e që nuk e kemi shpallur atina se thuaj popullit tënd, nuk ka zot tjetër përpas meje një, andaj mua më adhuroni. Pra këtu janë disa ajete për disa pejgamber, prej Nuhit deri te pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, edhe shumë të tjerë në mes tyre, që misioni i tyre ka qenë një. Adhurojeni Zotin një ju njerëz, nuk keni zot tjetër përpas të madhit Allah. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith të vërtet: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah." Jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se Allahu është një, nuk ka tjetër pas tij, dhe se unë jam i dërguarit të madhit Allah. Pra, në tauhid, thras në tauhid, në fjalën la ilaha illa Allah. Për atë arsye është tepër e vërtet se gjëja e parë të cilën kanë thirrur pejgambert dhe duhet thrasim edhe na njerëzit, obligueshmëria e parë që obligohet për njeriu që futet në moshë madhore është dëshmia në shahadet. Me dëshmuar shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, e jo monal e me studiu lartë madhërinë e të madhe të Allah dhe me sjell fakte dhe argumente, por me shqiptu dhe me thanë tauhidin që dëshmon se je musliman dhe je besimtar. Edhe nuk është gjithashtu bazë një herë me dyshu, ka për qëllim me këtë se disa njerëz kanë thonë esenca dhe baza në çdo send është dyshimi. E prej dyshimit vjen në vërtetësi, në saktësi. Jo, po esenca dhe baza është besimi dhe siguria e qetësia e shpirtit se Zoti është një, te bareke wa taala. Prej kësajna, del edhe një mesele tjetër, kur theme se çështja kryesore për njeriu i cili futet moshën madhore është shahadeti, po mirë fëmijët të cilët dëshmojnë shahadetin nga vitet e para të lindjes së tyre, 3, 5, 7 vjet, 10, para se më futën moshën madhore, e pastaj kur futën moshën madhore, a kemi obligim sërish me thona shahadetin edhe një herë në mënyrë që të futesh në Islam? Jo, nuk e kemi obligim, si mbas fjalëve dhe mendimeve të ulemave të selefëve, sepse ai veç e ka thënë çat shahadet dhe është rrit me shahadet dhe ka besuar të madhin Allah, por prej tina tashmë kërkojmë me implementuar domethënien e shahadetit, e që është çështja e parë namazi, e agjerimi dhe kështu me radhë. Për atë arsye nuk është transmetuar asnjëherë prej ulemave të vjetër, sahabëve dhe më pas tyre, se fëmijët e tyre pasi janë futur në moshën madhore, i kanë obliguar apo kanë kërkuar prej tyre sërish të dëshmojnë shahadetin e pastaj të kërkojnë prej tyre me fal namaz. Jo, sepse shahadetin ata pe vëzhlisu a kanë mësuar fëmijëve kanë thonë, çka do të thotë se më rëndësi është njeriu me pas bazën e tauhidit në shpirtin e tina. Sa as të kësajna dalin edhe mesele tjera të fuqahat apo juristat islam. Prej tyne, nëse njeriu falet deri dje as nuk është fal, as nuk e ka shqiptu shahadetin jetën e vet, por ja që tash ja nisi më fal më njërë, por ende se ka shqiptu shahadetin kur. Apo kanë kryer ndonjë parim pe parimeve të Ramazanit, është dita e para e Ramazanit, edhe ja nisi atë me agjeru Ramazan, as nuk ka fal, as nuk e ka thonë shahadetin më herët, kur në këtë rast, a i pranohet atina kë islam a bohet musliman, po. Kë njeri bohet musliman me çdo bazë, prej bazave të dinit Allahut azza wa jall, që e kryen njeriu
mbrana islamit ai njeri futet në islam, sepse mbrana asaj baze që kryen ai njeri është shahadeti, si puna namazit. Ai përderisa ka vendos me fal namaz, apo ka vendos me agjërue Ramazanin, ai faktikisht është i bindur se Allahu është një, dhe se Allahun dohet me adhuru, dhe se pejgamberi është i dërguar i Allahut, dhe se ai ka porosit me adhurua Allahun, me agjëru Ramazanin, apo me fal namazin dhe kështu me radhë. Kjo meselë është me rëndësi, ani pse është e vogël, por ka vend tek njerëzit, sepse njeriu mund të vdes në gjendje të tillë pa thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Në realitet është falur dhe ka agjëruar dhe ka kryer punë të tjera të islamit. Pra, a kena obligim dhe farz me ndëgju me vesh të tonë se pilani ka thënë shahadetin e pastaj është numëruar se është musliman, apo ka kryer punë të islamit. Njeriu, dhe me për shembull e ke pa njeriu të hidhë të dalë xhami dhe ke pa njeriu duke agjëruar Ramazan të shkon Bajram atje, dhe njeriu e ke pa se gjithmonë me ndjenjat dhe me fjalët e tij është dëshmuar se musliman. A dëshmojmë se ai ka qenë musliman? Po dëshmojmë se ka qenë musliman, dhe se është mrana tauhidit kjo krejt që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë men kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna, me lin me tauhid dhe me vdek me tauhid, me njohshmërinë e të madhit Allah azza wa jall. Pra, fjala është se tauhidi, njohshmëria e të madhin Allah, është çështja e parë e jetës së njeriut, çka thirret njeriu të, dhe çështja e fundit çka synohet njeriu ta përfundojë jetën me tauhid. Ta filloj jetën me tauhid, pra me njohshmërinë të madhe në Allah, dhe ta përfundoj me tauhid duke e njësuar të madhen Allah azza wa jall. E tauhidi është 3 lloje. Njëri prej tyre është tauhidu sifati wal asma, tauhidi njohshmëria në cilësitë e emrave dhe emrat e të madhët Allah. Emrat e Zotit dhe cilësitë e të madhët Allah azza wa jall. Në tauhidur rububiyya, tauhidi se Zoti është krijues i çdo gjaje. Kaq krejt kjo gjithësi e pakufishme për sytë tonë, se çdo sa ka kufi për pas të madhërisë Allahut azza wa jall. Çdo krijes ka kufi, por për ne e pakufishme e madhe është e krijuar nga i madhi Allah dhe kaq. Dhe në tauhidul uluhiyya, tauhidi i adhurimit e ibadetit, pra se Allahu meriton të adhurohet dhe askush tjetër. Sa i përket tauhidit parë të asma o sifat, tauhidit të emrave dhe cilësive të madhit Allah azza wa jall, kjo është lloji i tauhidit që mas së shumti njerëzit kanë pasur problemen te. Edhe mjeresht, edhe pas ardhjes së Kur'anit dhe lindjes së fraksioneve të ndryshme mrena petkut të islamit, krejt ato fraksione gjysëm të devijuara, nëse mund të shprehemi ashtu, apo krejt të devijuara, apo ndyshem që ka qenë disa prej tyre, krejt janë shkaku i qëtit tauhidit, tauhidul asma'i wa sifat, tauhidit të emrave dhe cilësive të madhit Allah. Në veçanti cilësive të Allahut, veçanti cilësive të Zotit xhella shanuhu. Sepse ka pas për i tyre, të cilët i kanë mohuar tërësisht cilësitë të madhe të Allah. Kanë thënë nuk ka asnjë cilësi e Zotit e cila futet mrenda në tauhid. Sikur se Jahm ibn Safwan, një qafir i madh, shumë i madh, i cili ka bërë dëm shumë shoqërisë islame dhe atyne që kanë ardhur mas tina. Ata kanë thënë, nuk bën me i përshkrue Allahut cilësi, sepse përshkrimi i cilësive, kjo është definicioni tyne, jep me kuptu se ka shumë qase që pja përshkru në cilësit, pra shumë zotra. Dhe kjena të rështë është e pa kapshme për logjikën e shëndosh dhe është e pa pranueshme për shariatin e Allahut azza wa jall, dhe shka thonë ulemaja, ky kufër i tij është më i madh se sa kufri i krishterëve. Sepse të krishterët kanë bë kufër te Isa,
isen me Allahun. Ndërsa këta xehmit kanë bë kufër në çdo send. Pra nuk bën me thonë se Allahu është i urtë dhe është i mençur dhe është i dijshëm. Nuk bën me thonë se Allahu është krijues ose sundues. As ti cilësi të Allahu s'bën mendjit. Sepse atër po bjen 1, 2, 3, 30, 70 i bën shumë zotra s'ka mundësi ashtu. Pra, simbas domethënieve të kuptuara të këtij tauhidi, definicion të tauhidit të këtyre që kanë mohu cilësitë të Allahut, Firauni dhe populli i tij kanë imanin e plot. E kanë njoftë Allahun, tamam. Simbas tyne, ata që adhurojnë idhujt dhe idolet janë hak dhe janë rrugën e vërtet, sepse ata se kanë adhuru askën përpas Allahun Azza wa Jall. Nga se, ata kanë thonë të mëse ndaj, por krejt është një, nuk ka dallum këtu. Krejt është çdo send, çka mund të kuptohet, çka shifet, çka preket, çka ekziston, është pjesë e gjithësisë, është pjesë e natyrshmërisë, është pjesë e Zotit. Pra kur i kanë adhuruar mushrikët, idhujtarët, statujat, idhujt kanë adhuruar një pjesë të Zotit. Pra nuk ka dallim të ta në mes haramit dhe halalit, mes motrës dhe nanës dhe gruas të huj, o fjalën martesë. Nuk ka dallim mes ujit dhe alkoholit dhe zinas dhe niqahit, sepse krejt janë një gjë, një e përbashkët, një definicion, s'bën me nda. Për atë arsye, kjo është pe kufrit më të madh që ka ekzistuar ndonjëherë, mohimi sifateve të Allahut. Në ndë tauhidur rububiyya, tauhidur rububiyyah, ai është tauhidur sifat, ku vjen dhe flasëm për të gjanë e gjatë. Tauhidur rububiyya, që këtu kemi tash më gjatë me fol për të. Thamë është tauhidi të besuarit se Allahu është krijuesi çdo gjaje, dhe se kjo botë, kjo gjithësi nuk i ka dy krijuesa të barabartë, s'ka mundësi me i pas në cilësi dhe në emra. S'ka mundësi me pas këtë gjithësi, edhe në anën fetare, edhe në anën logjike. Ky lloj tauhidi të shumë njerëz kanë thënë është qëllimi kryesor i misionit pejgamberëve të Allahut, me spastrua këtë tauhid, me i bindë njerëzit se këtë gjithësi e ka një krijues dhe nuk i ka dy krijesa. Mirë, po këtë lloj tauhidit nuk është njohur ndonjëherë një histori se ka dalë ndonjë grup i madh i cili e ka mohuar këtë lloj tauhidit, nga se zemrat e bijve të Ademit, njerëzit janë të krijuar në atë natyrshmëri që ta besojnë një krijues të madh. Për atë arsye, pejgamberët e Allahut kanë thënë: "Qalet rusuluhum fillahi shakkun fatir as-samawati wal ard." A ka dyshim, së pejgamber popullit vet, a ka dyshim Zotina, i cili është krijues apo në krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ky lloj tauhidi është më i njohur se sa që ka mundësi njeriu me mshef apo me mohue. Edhe ata të cilët njihen në këtë histori se janë pagan dhe idhujtar, sikurse zjarpotistat me gjusi që kanë adhuruar dy zotra, Zotin e dritës dhe Zotin e territ. Edhe sipas definicionit tyre të bindjes dhe fesë tyre, nuk janë të barabartë ata të dy zotrat. Sepse edhe të ta, Zoti i dritës është më i mirë se sa Zoti i territ. Dhe ai është Zoti i cili duhet falënderohet,
ndërsa Zoti i errësirës është i nënçmuar dhe ai duhet liftohet. Pra, megjithëse se kanë besu dy Zota, nuk i kanë lënë të dy të barabartë. E këtu është pojenta. A ka pas dikush këtë dynja, pra flasë për tauhidul rububie, që ka dëshmu se kjo gjithësi i ka dy krijues, edhe më shumë se dy po fjala për 200 tani thuj. Jo, as me gjusit, as zjarpotista, që kanë qenë një millet shumë i madh dhe njoftun, pa as të krishterët, të cilët kanë thonë në trini, sepse ata edhe pse kanë thonë në trini, me gjitha ta të kretin të bindur krishterët, se krijuesi është një, nuk janë tre. Asë një krishter në këtë dynja i meqëm, me qatë menqërin e ti që ka për qatë fejnë e vetë, dhe të me ka të meqëm mirë besën Allah në hak, po është një këpjallet që ka pak me në kry, e logjik të shëndosh, nuk thot se Isa ka kriju e këtë gjithësi. Por e ka kriju i madhe i Allah, sa he Isa në nëmëran Zotë, birë Zotë, apo invesh cilësi dhe sifatet e Zotit, që faktikisht këta është delen kufër dhe në shirk, por jo Isa ka kriju çdo gjë. As shpirti shejt nuk ka kriju çdo gjë, por ka kriju i madhi Allah, azza wa jall çdo gjë dhe ka. Çani pse ata vet në definicionin e trinisë e kanë fut veten në një mal gjungull të madhe. Dhe nuk dinë me dalë, jenë metën të, nuk dojnë më të rjek, nuk kanë rrugë më shku për parë dhe kanë ngelqët. Për atë arsye çështjen më delikate, çka kanë krishterë në krejt dinin e tyre, është definicioni, zbërthimi i definicionit e domethënies së trinisë. Për atë arsye 300.000 mendime i gjanë, asnjë gati njëjtë nuk të thot me tjetrën se çfarë domethënie ka trinia të krishterët në emën të birit, shpirtit, në emën tatit, birit, shpirtit, shajt. Nuk din. Se të që tjetë, nuk është teme jonja feja krishterën këtë moment, por është për qëllim të vërtetuarit se edhe të krishterët e besojnë se Allahu është krijues një. Edhe me gjosit e besojnë se Allahu është krijues një. Dhe krejti njerëzit rane kanë besuar se Allahu azza wa jall është krijues dhe nuk ka mundësi me qenë kjo botë me i pas dy krijues të njëjtë, të cilët kanë aftësi dhe kompetenca të njëjta dhe të barabarta. Nga se nga ana logjike, sikurse të kishte qenë kjo botë ndërtuar apo kishte pas kjo gjithësi, kjo botë dy krijues, në mos pajtim të atyre dy krijuesve, kur për shembull njëri prej tyre don me kriju diçka, don me ngjall, ky don me vdek, don me lshushi, ai nuk don me lshush, nuk merren vesh bashkë. Ky don ashtu ose ky don kështu. Atëherë, ose komo realizue qëllimi dhe ideja njëti dëshira të dyve, ose nuk komo realizue dëshira as njanit, ose komo realizue dëshira njanit. S'ka ka men për trijave. Kjo mënyrë logjike. Unë dhe ti po dojna me bot të dytë një sen. Ja ka më boj jemja, ja ka më boj jotja. Njani këna me mujtë. Ja s'këna me mujtë as njani, ja këna me bot të dytë. Me bot të dytë s'ka mundësi. Sepse atëherë na po kundërshtojmë, s'po bëhen, ti po do bardhë po duze. Atëherë s'ka mundësi. Pra, ky po don me ky zot po don me ngjall filanin. Ky po don me vdek, ky po don me çushi, ky po don me ndal shiun. E ja kamera, ja s'kamera. Dhe edhe kamera dhe s'kamera dyja të s'ban. Edhe kome me gjallë dhe vdek njëtin ku s'ka mundësi. Pra ja kome realizu dëshira njanit, ja tjetërit. Ose as njanit, ose dyve, 3 gjane. E por edhe treta bin, automatikisht. Sepse s'ka mundësi mësë me realizu as njana, se mësë me kanë realizu as njana, se shkëriju këtë gjithësi. Me pas këtë gjithësi, ma shumë se sa, në zëtë, kësë këshpujt me të qëndru. Shëtë Allah është ashtë pak ma vanë. Po, edhe mu plesu dëshira të dyve, prapë s'ka mundësi me qenë që i dohet. S'ka mundësi. Atëherë dhe treta,
se do të më realizohen janit. E që ati që realizohet, dëshira ati që është Zot. Këdhe nëse pretendon se o Zot, apo dikush i vesil si të Allahut, është ma jolt. Se të është ma jolt, nuk është Zot. O kry. Pra nga ana logjike kjo botë nuk ka mundësi me i pas më shumë se sa një krijues. Kjo botë duhet ta ketë vetëm një krijues. Për atë arsye njerëzit janë të mbjellur në natyrshmërinë e tyre, të lindur e kanë të mbjellur në shpirtin e tyre, në zemrën e tyre se kjo gjithësi e ka vetëm një krijues dhe ai bën çka të don. Dhe s'ka mundësi kush me ju përzije, kanë me kriju, e kanë me vdek, e çka me kriju, e çka me shkatërru, e kur me lëshushi, kur me lëshu borë, e ftaftën se s'ka mundësi mi përzija askush. Natyrshmëria e njerëzve me gjithë shirkun e tyre që kanë pas dhe ndryshimin e besimeve të ndryshme janë në ujdi përse e përket kësaj çështjeje. Mirë, nëse është kështu, pra thamë se me pasqema shumë të dëzotra ishin shkatru, thëtë Allahu, o lau kane fihi ma alihetun illa Allahu le fesedeta, me pas në qi dhe në tokë gjithësi, më shumë se sa dëzotra do të ishin shkatru. I shkatru qedit toka, se këtë dëmë që mi dënu njerëzit, kësë dënë mi dënu, këthët për shkatraj krejt, këthët për du me shkatru, s'ka mënësi që të se ku ma heret. Mirë, atëherë pra pse nëse njerëzit janë të bindur se është vetëm një krijues, pse njerëzit i kanë marrë idhujt, statujat dhe kënd të qoftë tjetër kënd, qoftë edhe hanën e diellin e kënd të qoftë, pse i kanë marrë për zotra dhe i kanë adhuru? A nuk do të thotë se njerëzit kanë besuar më shumë se sa një krijues të kësaj gjithësie apo jo? Jo, nuk do të thotë. Njerëzit me gjithë shirkun e tyre që kanë bë, duke filluar nga Nuhi alayhi salam, të cilët i kanë adhuruar 5 idhuj, idole, statuja që në realitet që ka thonë Abdullah ibn Abbasi, kanë qenë emra të njerëzve të mirë të devotshëm, e që Allah ka cekë në surën Nuh, wa qalu la tadharuna alihatakum wa la tadharuna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra, që lezuam në maharet e namaz. Dhe paria e tyre kanë thonë kur Nuhi thirrë shumë din Zotit, thanë, mos zgaboni ju me ngu këtë trend, këj marë, e me ilan, më pëthët me adhuru një zot, e me ilan një 5 zotat të ju. Mos i leni zotat të ju, mos i leni waddan, o yaghutha, o yauqa, o nasra, o suwa'a, o nasra, kështu kanë pas emrat ata zotat e tyre, mos i leni, adhurojeni. Abdullah ibn Abbas ka thonë radiallahu anhu për dhe shumë të tjerë se këta kanë qenë 5 emra të njerëzve të mirë, të devotshëm, të cilët kanë qenë më herët burrat mirë, kanë vdek dhe gradualisht të burrat e tyre kanë ndërtu statuja, hajtë, dikur ma vën, këti kanë marrë, kanë prunë shtëpijat e veta, në venet caktuara, kanë ismi adhuru dhe kështu me radhë. Bile, disa kanë thonë, prej sahabëve, se që këlloj i shirkut të tyre edhe që të loj idole dhe shirkut të tyre janë përcjell edhe të Arab të kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam kabile. Për atë arsye Aliu radiallahu anhu e dërgon e sahabin i shok të vetin edhe i thot, tash ma van Aliu, mas dekës pejgamberit, për dërgoj ty unë ty shumë ka dërgu mu pejgamberi alayhi salatu se me qatë mision, mesazh, më zgabo me lanë kon vart ngritun pe e bërë rafsh me tokë. Dhe më zgabo me lanë do një statuj dikon e që nuk e bën rafsh me tokë. Ka për qëllim frigën se po dalin njerëzit kufër edhe në shirk, që kanë dalë kohën e Nuhit. Për ata pejgamberi ka thonë, la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allahu i mallkoft evrejt dhe krishterët i kanë bërë vorrat e pejgamberëve të tyre xhamia. Aisha ka thonë, mos e pasqen kjo frikë dhe kjo mos preventive do të ishte ngritur vorri pejgamberit nalt me di që varri ti dhe me pa njerëzit edhe me vizitu edhe me prek nështë. Por ju. Nga frika se njerëzit
po bojnë që shkanë bo më herët me pejgamber të më hershme të pejgamberi, është ndaluar në mënyrë të prerë që vorri pejgamberit të ngritet alayhi salatu wassalam. Ecëm pak më shpejt, pra. Edhe në kohën e Nuhit, edhe më vonë, njerëzit, anë pse kanë bo shirk, nuk do të thotë se kanë mohu se Zoti është një te bareke ve teala, është krijuesi i gjithësisë. E njëjta gjë te populli Ibrahimi që kanë adhuruar shumë statuja, e njëjta gjë edhe te populli arab, të cilët kur ardh pejgamberëve që gjeti të zhytur deri në shirk deri në fat. Këta njerëz, jo që kanë menduar se kjo botë i ka dy krijues, por i kanë marrë këto zotra tyre shufa'a, ndërmjetësues, nëpërmjet tyre kanë kërkuar ndihmë te i madhi Allah. Tamam sikur se dikush që nuk mundet me shku vetë të mretit të njeriu i madh të ndonjë pasionik, por ja lypin njeri jaran që ka, qoftë trupronin e tij, qoftë shoferin e tij, qoftë asistentin e tij, qoftë të një të gardës tina dikon, dhe nëpërmjet tij mundohet me realizu një dëshira, me plotësu një dëshira, po një qëllim të vetin të mreti apo të njeriu i madh, apo m'ja marr ndonjë dinar pasionikit atje. Sepse kë ka frikë se m'ja shkruaj atë derën, thotë na shtaunë jemi vogël. Dhe së më pranon, e në përmjet dikuj tjetër, më realizohet qëllimi, qaj është esenciale, më realizohet qëllimi. Pra esenciale është unë e më shërue. Unë e më shëru është esenciale. E në përmjet ty në zotrave, idhujve, idoleve, faktikisht që ata tash njëherë nuk pëjqun zotra, por qofte edhe njerëz të mirë, si mbas tash të azame këthejmë kohën e Nuhit alayhi salam, po nëpërmjet tyre me trokiti derën e mëshirës të madhe të Allah, dhe derën e rrezikut të madhe të Allah, dhe me që Zoti shije bore, me që këto evlad dhe fëmijë, pasionie tjere. Në qëtë kontest i kanë adhuruar edhe idhuj dhe idolet edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për atë arsye kur janë pyet pse adhuroni ato, kanë thonë: "Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dhe ata të cilët kanë marrë përpas Allahut wali, ju kanë mbështetur dikujt tjetër pas Allahut, kanë thonë: "Ma na'buduhum", ne nuk i adhurojmë për tjetër këto zotra, jo, vetëm se me na afrua te i madhi Allah, me na afrua, me na shtim rana, me na afrua, me na shtim rahmetin e tij, në rrezikun e tij, në furnizimin e tij, në mëshirën e tij dhe kështu me radhë. Dhe ka thënë Allahu për ta: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dhe ata pa adhurojnë dikën jashtë Zotit që as nuk ju sjell dobi dhe as dëm. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah. Dhe po thonë shkretit se këta janë shëfatgjit tonë të Zotit ndërmjetësues. Pra, edhe ata po e din vetvetiju se çaja statuj është pe i gurit dhe drunit. A guri druni, po kjo është i vdekun, po s'mund bë kur gjë, kësë nuk bën vetvetiju, por ka ndikim të Zoti, shefat bën atje. Pra këse ka kriju e tokën, as jetas, as një mekas nuk o dali trend me shpendurin e tyne, e me thonë se Latu wal Uzza, se Latu wal Uzza që kanë pas zotra kryesor ata, idhi kryesor e ka kriju tokën dhe qetë. Sikur se shtash krishtert, është e pamundur me gjetë krishter e me thonë se Isa ka kriju këtë gjithësi, por kjo me gjithate është nëmruar shirk të i madhe i Allah Azza wa Jall. Edhe në kohën e Salihit alayhi salam, atë pejgamberëve të tjerë. Për shembull Allah kur e cek për Salihin alayhi salam se nën vet janë mbledh, mas një kohë gjatë, mas e lipe pe Salihit mi qua Allahu mrekullie, qatë shkam qatë jetë dikun me qae, me dal një deve, me pitamel pe isajne, bëmbëme, dhe i tha keni frikë Allahun se me bo, mës me majt fjale në drojë Zotit që në dënim, tha një pëpoj, hajtë mas të kohë ta një ram pishmani, dhe më rëvesh me mytë deven, me mytë Salihin alayhi salam, në veta më rëvesh. Të shumë rëvesh ata bënën be, pasha Zotit dhe me majtë sekret këtë punë dhe këna me që deri në vend, këtë fara atentati. Pse bënën be në Zotit? A ata më shrek për që në Allah. Këto është qëllimi, pse bënën be në Allahun? Pse Allahu tha ata bënën be në Zotin? Sepse kanë besu Zotin. Zotin e besun si kryus, por në adhërim që na vjen ma vanë, neve, po sim të folën për të fidul luhije, në adhërim
ata bënin shirk. Sikur se në kohë të Nuhit, në kohë të pejgamberit dhe kështu me radhë. Pra të gjithë njerëzit, edhe mushrikët që kanë qenë të popujt e pejgamberëve të ndryshëm, e kanë konsideru se Allahu është një te bareke wa taala. Për kësaj fjalë që ka u tha, të besuarët në Zotin një, mirë, çka synojnë me këtë hala? Të besuarët se Zoti është kriju synojnë që atë të adhurojnë. Pra, në përmjet kësaj lidhet tauhidi tjetër, e që është adhurimi i Zotit. Se thamë, shumë njerëz e konsiderojnë tauhidul rububie bazë dhe esencë. E ai që ka bazë dhe esencë të shëndosh tauhidul rububie pa çare, se s'mund me qenë shëndosh, ka me pas edhe tauhidul uluhie, e që është adhurimi dhe madhërimi të madhit Allah. Për atë arsye ka thënë Allahu Azza wa Jall, fa aqim wajhaka lid-din hanifa. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dhe drejtohu të ftyrën tënde drejt dinit hanifi, dinit të natyrshëm. Ç'është natyrshëm? Natyrshmëri që Zoti ka krijuar çdo gjë. Pra, falu, pa adhuroje çatë Zot. Kjo masatina, njeh Zotin hak e adhuro Zot. Qëllimi kryesor me njoft Allahun, pas tauhid rububie e pas tauhid uluhie, kështu që kanë thonë shumë njerëz. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, ajete shumë gjata dhe shumë ajete të Kuranit, munibin ilayhi wattaquhu waqimu salata wa la takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum kanu shiyan kullu hizma ladayhim farihun. Këthënë të madhi Allah dhe kini frikë Allahun dhe adhuroni namazin dhe mos bëni prej mushrikëve, për atyre që e kanë nda dinin Allahut Azza wa Jall. O kanu shia dhe janë për grupe dhe freksione, 100.000 milete kanë dalë në këtë dunja dhe vazhdojnë ajetet. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi wa yajsanihi. Çdo fëmijë lind në natyrshmëri, lind i bindon se kjo gjithësi e ka një Zot. Këndosh këtë dunja mërë, pe i bijve të muslimanve, të krishterëve, evrejve, të mushrikëve, atyne të paganëve që atojnë për gjungla, për male, ku dush këtë dunja, dhe me gjuhën e tina, mundohu me kuptue, me pytate, me testue, se sa krijues i ka kjo gjithësi, ki marrë për fundim, sa i besën se ka një. S'ka mundësi me pasit 2 dhe 3. Por prindrit e tyre pas të e bëjnë krishterë dhe vrej dhe me gjusi, pra i dhujtar, pagan dhe të tjere, s'ka thonë musliman se musliman ka linde. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum ash-shayatin. Unë kam krijuar njerëzit, ka thonë Allahu, hunafa në natyrshmëri, por shejtanët kanë ardhur dhe kanë ngri për rrugës drejt. Njerëzit mendojnë që ky hadith edhe hadithi tjetër janë prerë fiks argumente se esenca e qenjes njerëzore apo në qenje njerëzore është një shmëria besimi e jo i dhujtaria dhe paganizmi apo mos besimi që ka tendenca filozofë dhe njerëzve të tjerë të cilët flasin dhe gjadëzve të tjerë që flasin për fazat e krijimit njerëzimit, se njeriu nuk ka pas fe, por gradualisht ka filluar të besoj nga frika e faktorëve të ndryshëm që është ballafaquar me ta, sikurse bubullima e vetima, sikurse armiku si shtaza e egër, sikurse rësiras, e tjerë, e kanë ndje se ka nevojë njeriu me besu në diçka, kënë se mos po i ndihmon dhe ka lind ideja për me adhuru dikend edhe është bo fe, e pas ta i të fe janë shumuar dhe janë bo shumë fe. Ka kësa ide të njerëzve që i lexojnë dhe mësojnë ndoshta në për shkolla. Çka kuptohet kjo? Ai ka kësaj del se njerëzit kanë qenë pa fe. Kanë qenë pa fe e janë bo me fe. Jo, po njerëzit kanë qenë me fe edhe bo pa fe. Anë pse kanë vetë një pjesë me fe,
O fjala me fe të shëndoshto. Jo, njerëzit kanë qenë me fe. Dhe mbesin me fe, dhe lindin me fe, dhe do të vazhdoj kjo kohë deri në kiamet. Njerëzit janë krijuar me njoftë Zotin një, dhe kaq. Sa o krijuesi i gjithësisë. E tani, a numërojnë se Zoti i madh, a Zoti i vogël, a dojnë me pa, a qesin përpara, a vizatojnë, a marrojnë, a gdhendin, a thojnë çaj hana, çaj dielli. Kryesore njerëzit duhet me paçare me ndjen shpirtin e vet se kjo gjithësi ka diçka që kriju. Dhe se le thojnë dhe të besojnë 300 zotra, e 300 gjallë që kanë pas të Mekë, prap kanë monal dhe me thonë është një krijues i cili ka krijuar gjithësinë, qoftë të krishterët atje, qoftë me gjusit, qoftë të popullit Ibrahimit, Nuhit dhe kështu me radhë. Sjellë disa argumente tjera nga ana logjike se njeriu duhet ta ndjejë shpirtin e vet se është një krijues. Njeriu është i lindur, thot, që ka i me ndjenjat e tina për me marrë çka mirë dhe me largu çka është keq. A janë kretë njerëzit qështu? Në botë. Po, këtë njerëzit në botë qështu. Pse? A ka njerin këtë dynja në botë që nuk e do të mirën veti dhe nuk i tërhek prej vete sanet e mira po vetë sanet e këqija po. Ka herë kjo? Ka herë kjo sanë kështu? Pse nuk dallun njerëzit në numër i madh i tyne, apo gjysa, apo ma pak apo ma shumë? Mja dosh vetit keqen, edhe këtë dynjas keqen. Edhe me largu sanet e mira. Pra, kur e di në vend që më vesh, më desh. Kur e vera më vape më vend që më fladita, më vesh më halë, është më vesh të ishet e dimnit. Në që me hangore me pija atjes, hanë s'pin heq. Në që me hangore gjërat mira, ta mla, hanë helëm. Edhe sanet cilat të shkatërojnë. Në nëse me shku me pija atje ujë, shkën pin urin. Allah i ndëroft. Jo mërë. Jo, njerëzit janë të krijuar. Në përgjësia kjo fjala. Është fjala për mja ngreh vetë vetës, me të rjek drejt vetës, sanet e mira. Kjo jep me kuptu se këtu ka ndikim në tërshmëria, që janë të krijuar në këtë natyrshmëri. E njëjta është kjo natyrshmëri, se kretë njerëzit e ndjeni shpirtin e vetë, nevojën, se kjo botë e ka në diçka që është i madh, edhe o krijues. E quajnë Zot, a nuk e quajnë? Po ajo është rreth asaj, rreth atij definicionit cilët se është Zot dhe o krijues. Prej tyne, që është sekë edhe një polemikë që ka bëhe Abu Hanifja, logjika shëndosh thot se çdo sa që shofum edhe që prekum, nuk ka mundësi me men. Me shtu met edhe të fëmis, edhe të plakut, edhe të muslimanit, edhe të muslimanit, edhe të grusë, edhe të burrit, nuk ka mundësi që të krijohet vetë vetio. Për atë arsye Abu Hanifa kur ka biseduar, debatuar me disa janë quajtur dehriin, të cilët kanë pretenduar se natyra ka krijuar çdo gjë. Ka krijuar çdo send dhe sa materialista. Abu Hanifa thotë aty nëse kjo disa transmetime, pas është më rëndësishme, nuk ka haditha jetaj, po është fjalë tregimxare që ka ndodhur. Se thot aty në para se me filluar debatin, bisedën, unë kam vetëm një pyetje një herë, pastaj të fillojnë në debat. Urdhna. Thot, a bënu më tregu ju mua në këtë lumër tiger në Irak i cili po kalon? A që e lumë që të pranë po? A ka mundësi që një anije vetë betiju tecë, e të mushet me ushqime, me sene, me malë, dhe pe aty bëzit kalon atje dhe që prazet, mushet vetë, marohet vetë anija, kalon vetë, që prazet vetë, këthejet vetë. Thët, ja nuk ka mundësi. Dhe ata këthi nuk kujtu, thë, një kjo e pa mundur. Ashtë e pa mundur. Një anije të vogël, me 10-15 rasa. Edhe një krah, apo një breme drëth, nuk është gjendja anija me marrë vetë me qiti, me transportu në këta në lumi tjetër ju. Nuk e beseni ju këta. E po beseni si këtu dhe gjithësi. Është vetë pa krijues, me këtë precizitet maksimal dhe të përkryer. Që shbante, po?
Edhe thonë përfundoi debati, s'kem çfarë më fol më. O kry. Natyrshmëria e njeriu që ka kriju I madhi Allah, beson se çdo gjë në këtë dunja, edhe këtë që kemi veshë, këtë që kemi përpara këtë ndërtesë, çdo send s'bëhet pa pas një arkitekt dhe një ndërtimtar dhe një mjeshtër dhe një pronar apo të çeçu nuk ka fort më rëndësi ajo. Kryesore dikush ka qenë pronar që është ardhur që kjo. S'bëhet. Ta njerëzit të shëndoshëm men krye kanë këtë çështje. Pra, e besojnë njerëzit tauhidur rububiyye, po mirë besojnë, po nëse besojnë tauhidur rububiyye, dhe megjithatë nuk e adhurojnë Zotin një, dhe nuk distancohen për adhurimit të çdo kujt tjetër pas të madhit Allah, kë kalon automatikisht në shirk dhe quhet mushrik. Le të bën be dhe le të jetë I bindur në sa të dënë se kjo gjësi është vetëm e Zotit dhe as kujt tjetër. Sa të dënë le ta beson, me kam fjalë me çfarë bindje të thellë qoftë, përderisa nuk e adhuron paçt, nuk e ka tauhidul uluhiyye tamam, dhe me gjvesh pe zemrës tij, çdo adhurim tjetër jashtë madhit Allah Azza wa Jall, kë në realitet automatikisht konsiderohet mushrik I dhujtar edhe del jashtë dinit Allahut Azza wa Jall. Edhe njerëzit të cilët e besojnë tauhidur rububiyye, apo është baza tauhidur rububiyye me adhuru Allahun, duhet të kuptohet se prej sajna për me qenë shëndosh duhet me besu pejgambert të Allahut, me besu Kur'anin dhe librat e shejta dhe misionin të cilën kanë ardhur pejgambert të Zotit, sepse ai ka dërguar te bareke wa taala. Pra, përderisa njerëzit kanë pas nevojë që të adhurohet vetëm Allah dhe askush tjetër, edhe kanë qartë çështjen e tauhidur rububiyye, Allahu I madhruar I ka dërguar pejgambert e vet me mision me thirr njerëzit në tauhidul uluhiyye. Që qatë krijues që për besojnë njerëzit, tash që ati të adhurohen, të mbështeten, ta filtrojnë, ta spastrojnë besimin e tyne, për atë arsye tauhidul uluhiyye e ngërthën vetveten e tauhidur rububiyye, por jo edhe kundërta. Ai cili e ka qartë e zbaton tauhidul uluhiyye, automatikisht e ka zbatu tauhidur rububiyye, se kënë ngërthjetën të, ndërsa ai që ka tauhidur rububiyye nuk do të thëtë se ka tauhidul uluhiyye. Sa është të qartë kjo nuk e di, por thamë tauhidul rububiyye kanë këtë dunjaja. E tauhidul uluhiyye nuk e kanë këtë dunjaja, kanë veç muslimant. Për atë arsye tauhidul uluhiyye është bazë edhe esencë. Edhe ai që ka këtë, që adhuron vetëm të madhin Allah, ai në realitet e ka besuar tauhidul rububiyye dhe ai është besimtar I sinqert dhe ai është në rrugën e të madhit Allah Azza wa Jall. Dhe me kaq përfundon kjo në pika shkurtra teme këtij autorit, besim deri nesër me emrin e të madhit Allah Azza wa Jall me temën e ardhshme. Zoti din më së miri, wallahu alem bis-sawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.